Partia Socialiste e Shqipërisë fitoi zgjedhjet parlamentare të 11 majit me një rezultat të thellë me 83 mandate të fituara, ndërsa la Partinë Demokratike dhe aleatët e saj, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, forcë të dytë me 50 mandate, forcë e tretë u rendit PSD me 3 mandate, më pas Partia Mundësia me 2 mandate, Nisma Shqipëria Bëhet dhe Lëvizja Bashk me nga 1 mandat secila. Numërimi i votave për kandidatët në listë të hapur ka sjell edhe listën e plotë 140 deputetëve të Kuvendit të Ri të Shqipërisë. Kështu në Berat, Partia Socialiste ka marrë 5 mandate, ndërsa PD 2 mandate. Konkretisht nga PS shkojnë Ervin Demo, Enriqueta Jaho, Hysen Buzali, Fadil Nasufi, Hatixhe Konomi. Nga PD shkojnë Eno Bozdo dhe Zia Ismaili. Në Dibër, PD ka fituar 2 mandate, ndërsa Partia Socialiste 3 mandate. Nga PS në Kuvend shkojnë Blendi Klosi, Alma Selami dhe Agron Malaj, nga PD Xhelal Mziu dhe Denisa Vata. Në Durrës, Partia Demokratike ka fituar 6 mandate, ndërsa PS 8 mandate. Konkretisht nga PS shkojnë Klodiana Spahiu, Milva Ekonomi, Lojer Kume, Skënder Pashaj, Aurora Mara, Arkend Balla, Ani Dyrmishi dhe Tleva Budini. Nga PD shkojnë Oert Bylykbashi, Artan Luku, Manjola Luku, Gen Strazimiri, Igli Cara dhe Arjan Ndoja. Në Elbasan, PS ka fituar 10 mandate, ndërsa PD 4. Nga PS shkojnë Arbian Mazniku, Bora Muzhaqi, Ermal Elezi, Adi Qose, Evis Kushi, Sara Mila, Sajmir Hasalla, Olsi Komici, Aulona Bylykbashi, Agron Gaxho. Ndërsa nga PD Tomor Alizoti, Edmond Haxhinasto, Klodiana Çapja dhe Blendi Himçi. Në Fier PS ka fituar 12 mandate, ndërsa PD vetëm 4. Nga PS shkojnë Belinda Balluku, Petrit Malaj, Kiduina Zaka, Erio Mile, Ana Nako, Ceno Klosi, Klevis Jahaj, Asfloral Haxhiu, Antoneta Dhima, Elton Koreshi, Ramion Kurti dhe Zegjinet Çaushi. Ndërsa nga PD Gazmend Bardhi, Luan Baçi, Brunilda Haxhiu dhe Sajmir Koreshi. Në Gjirokastër, Partia Socialiste ka fituar 3 mandate, ndërsa PD 1 mandat. Konkretisht nga PS shkojnë Mirela Furxhi, Tërmet Peçi dhe Piro Dhima, ndërsa nga PD Tritan Shehu. Në Korçë, Partia Socialiste ka mundur të fitojë 6 mandate, ndërsa PD vetëm 4. Nga Partia Socialiste shkojnë Niko Peleshi, Romina Kuko, Genti Lakollari, Ilirian Pendavinji, Bledi Çomo dhe Besa Spaho, ndërsa nga PD Ivi Kaso, Ledina Aloli, Bledion Albati dhe Fidel Kreka. Në Kukës, PD ka mundur të fitojë 2 mandate, ndërsa Partia Socialiste vetëm 1. Konkretisht nga Partia Socialiste është Eduard Shalsi, ndërsa nga Partia Demokratike Flamur Hoxha dhe Isuf Çelaj. Sa i përket Lezhës, Partia Socialiste ka marrë 3 mandate, ndërsa PD 4 mandate. Konkretisht nga PS shkojnë Ulsi Manja, Ermal Pacaj, Admir Kadeli, ndërsa nga PD Agron Gjekmarkaj, Elda Hoti, Gjingjoni dhe Kastriot Piroli. Në Shkodër, PD ka mundur të fitojë 5 mandate. 4 mandate i ka marrë Partia Socialiste dhe 2 mandate i ka marrë PSD-ja. Nga Partia Socialiste shkojnë Mariana Koçeku, Onit Bejleri, Gjenis Çela dhe Bujar Rexha, ndërsa nga Partia Demokratike Luciano Boçi, Kliti Hoti, Greta Bardeli, Ramadan Likaj dhe Bardh Spahia. Nga radhët e PSD-s shkojnë kryetari Tom Doshi dhe Sabina Jorgo. Në Tiranë, Partia Demokratike ka mundur të marrë 13 mandate, 19 mandate i ka marrë Partia Socialiste, 2 mandate i ka marrë Partia Mundësia dhe nga 1 mandat Nisma Shqipëria Bëhet, Lëvizja Bashk dhe PSD. Sa i përket Partisë Socialiste, emrat që shkojnë në Kuvend janë Edi Rama, Ogerta Manastirliu, Elisa Spiropali, Lindita Nikolla, Tauland Balla, Adea Pirdeni, Albana Koçiu, Igli Hasani, Delina Ibrahimaj, Ilva Gjuzi, Iris Luarasi, Erion Malaj, Blendi Gonxha, Erion Braçe, Ervin Hoxha, Fatmir Xhafaj, Ornaldo Rakipi, Anila Denaj dhe Olta Xhaçka. Ndërsa nga Partia Demokratike, Sali Berisha, Flamur Noka, Albana Vokshi, Belin Kolliçi, Tedi Blushi, Jozefina Topalli, Fatmir Mediu, Edi Paloka, Erisa Xhixho, Mesila Doda, Klevis Balliu, Besar Xhaferi dhe Jorida Tabaku. Nga Partia Mundësia shkon Agron Shehaj dhe Erald Kapri, ndërsa nga PSD Albana
Ana Pëllumbi. Nga koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet shkon Ana Dajko, ndërsa nga Lëvizja Bashk Redi Muçi. Në Vlorë, Partia Socialiste ka mundur të marrë 9 mandate, ndërsa Partia Demokratike 3 mandate. Konkretisht nga PS janë Bledar Çuçi, Zamira Sinaj, Eriona Ismaili, Piro Vëngu, Damjan Gjiknuri, Vullnet Sinaj, Ardit Bido, Vasil Lajo dhe Brunilda Mersini, ndërsa nga Partia Demokratike Bujar Leskaj, Vangjel Dule dhe Ina Zhupa.